që shejtani merr rrugë tjetër kur Omeri merr një rrugë. Pejgamberi alayhis salam për treguar vendosmërinë e zotnisë së nderuar Omerit radhiyallahu anhu na ka thënë që shejtani merr rrugë tjetër kur Omeri merr një rrugë. Pra dhe shejtani ndron rrugën. Imagjinoni se çfarë vendosmërie ka ky zotni i nderuar. Që dhe shejtani thotë ndro rrugën, sepse është tepër i vendosur, është tepër i prerë. Mirë po në faktin që është tepër i prerë, Omeri nuk është ai tipi që i themin e ndryshe allçak, pra kokë krisur, por është ai tipi domethënë që ka një arsyetim se pse e thot diçka apo pse e vepron një diçka të tillë. Gjithmonë ka patur arsyetim, duke nisur qëndrimet e ndryshme në kohën e pejgamberit alayhis salam, qëndrimet në kohën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Çdo herë domethënë ka patur një qëndrim, por ka patur arsyetim mbi të gjitha.